ka pas moment më të tmerrshëm kur ti përcjellje njerëzit e tu vetëm. Për herë të parë kam kuptuar, Mirela, se dua të ndaj këtë moment me ty, se jam e bindur që se ka ndar njëri, çdo të thotë, kur përcjell një njeri dhe mbas përcjelljes ha të bukën e përcjelljes. Nuk ka rëndes më të madhe, se sa kur njerëzit e tu i çon ke bota e përtej me vetën, dhe ti nuk ke mundësi ti mbledhës për të ngrënë bukën e fundit për atë njeri që ti e përcjell. Është trishtimi më i madh njerëzor. Dhe është dhimbja më e madhe që ty të ngjelet si peng në jetë, sepse ke dëshirë të japësh bukën e fundit për njeriu që të ka sjellë në jetë. Ishte një dhimbje shumë e fortë dhe ndoshta në gjithë të situatë, me këto vrapet lart e poshtë, aman se bëra këtë emision vetëm me Lot, më fal shumë, po duhet të kuptojmë një gjë që Loti është shumë njerëzor, më kanë bërë dhe një herë, më kanë diskutuar për Lotin, po ta them pak më poshtë. E teksa në gjithë të histori të vrapit, më zuri Covidi. Perëndi e madhe si ishte. Ti e kalove rënd. Unë nuk e di, shpëtova. Ti shpëtove, pra po një nga ato rastet që shkove deri në skaj u ktheve prapë. Po, dhe më kujtohet atëre, Pollum Piperun e kam shumë xhan, më ka marrë pa fund, ka qenë në fakt edhe Ilir Met atëherë më mori, ishe president në atë kohë dhe u shqetësua. Po Pollumbi u shqetësua shumë dhe më thotë Nora, ti nuk do bësh asgjë dhe të ndaloj të shkosh në spital. Do bësh to që të them unë. Dhe më solli atëherë mjekët dhe nëpërmjet Besnik Jakaj, doktorit, erdhi Besua në shtëpi, mori parasysh të gjithë gjërat dhe më bëri një mjekim intensiv dhe vetëm, nuk e di, shpëtova. Shpëtova, po ajo ishte, si thot italiani, se nuk e gjej dot fjalën, e frikshme enorme, që do të thot ti ishe pa shije, pa gjymtyr, pa gojë, pa mënyrë për të quar, pra për të shkuar në tualet, duhet të ndihmonte bashorti, e zuri dhe arin. Unë isha një qenie që isha as në këmbë e as në varr. Një format i një njeriu të transformuar totalisht. Si duket, ristartimi i kësaj gjëje më ripreku vatrat që kishin fjetësur. Dhe fillon kalvari gjatë mundimeve të sikleteve të tjera të cilat. Paron Covidi, por Covidi zgjoi këto vatrat që thua dhe çfarë ndodh? Dhe ndodh që unë pastaj duhet isha nën mjekime të vazhdueshme që ende dhe sot jam, por që jam shumë mirë. Ti vjen nga Amerika dhe vjen yll në formë të plot. Po. Tani unë dua të bëj një pyetje që e bëjnë zakonisht për gjithë gratë e suksesshme. Sepse ti je një gra që nuk viktimizohesh. Jo. Është hera e parë që unë i dëgjoj këto gjëra nga ty. Nuk viktimizohesh, je një gra e bukur në formë moderne gjitha. Si ja del? Sepse duket sikur gratë që janë të suksesshme kanë një emër, kanë një mundësi gjithmonë, shoqërohet kjo që ka lek, ka mundësi ekonomike, përballet me gjëra që janë shumë jetë në një jetë. Si ja del, si ja ke dal, gjithë këtyre sfidave që janë me shëndetin. Nuk janë as me personat, me të tretët, apo me... është shëndet që se ke në dorë, është fat. është një fat që ti duhet të luftosh, të përballesh dhe ti ja del dhe prap me qetësi e thua. Si ja del? Më kujtohet që mbasi kalova këtë periudhën e parë nga Italia, u ktheva dhe kam një profesor të dashur, Xhevdet Zekën, që dua ta falenderoj. Vendosëm të shkruanim një libër bashkë të dy, të kesh frikë është mirë apo keq. Ishte pikërisht mbas frikrave të para që unë kalova dhe kuptova që vdekja s'është asgjë, çast, po puna është se si duhet të vdesësh bukur. Se nuk mund të jetosh vetëm bukur, duhet të vdesësh bukur. Dhe të vdesësh bukur do të thotë mos varritesh, do të thotë të japësh besim pasardhësve të tu që duhet ta jetojnë bukur jetën, dhe duhet kuptosh që frika është një moment shumë i rëndësishëm ke njeriu. Se e përgjegjëson dhe e ndërgjegjëson dhe e bën që të mos i kaloj caqet e kufirit. Se ti mund t'jesh sëmur,
mund t'jesh duke lënguar, po nëse ti gjithkohën ankohesh, nuk lodhesh më ti që po vuan, po lodhen më shumë ata që të shërbejnë ty. Dhe këtë e kam kuptuar me të gjithë shërbimet që ju kam bërë të gjithë të dashurve të mi. Dhe kam kuptuar që unë nuk dua të lë hije trishtimi në momentin kur nuk do t'jem. Unë dua të lë hije gëzimi për arsye se kam ditur të menaxhoj situatat e vështira dhe kam kuptuar që jeta ime është imja. Dhe si e tillë nuk duhet bëjt jetë të gjithëve. Nuk duhet që unë në egoizmin tim dhe në narcisizmin tim t'i bëj të tjerët të mendojnë vetëm për mua. Nuk e duroj dot faktin unë. E kam realizuar të plot ciklin tim, pra kam kaluar gjysmë shekulli dhe mendoj që nëse do thuaj në vitin 1900 që vdi 60 vjeç, do thonë uj shkreti sa i vjetër. Nëse themi sot thot sa i ri, është shumë relative e jeta dhe mosha. Puna është që mund të vdesësh 100 vjeç dhe të kesh shpirtin e 20 vjeçarit, dhe mund të jesh 20 vjeç dhe të mos kesh jetuar ditë të bukura. Unë jam njeriu më me fat që kam provuar sfidat e shijes së jetës dhe pikërisht ajo që më ka dhënë bukurinë e jetës është pikërisht të sfidosh vdekjen. Dhe vdekjen nuk e kam sfiduar se ja kam vënë qëllim vetes. Më ka ardhur se mendoj që kam ende dhe pak kohë që të mbaroj ca misione të mia. Dhe dua shumë që të realizoj dhe një ëndër që kam. Të bëj një emision të dedikuar pikërisht për gratë dhe për brezin e viteve 60, 50, 60, 70. Brezi njerëzve që nuk ishim celular, brezi njerëzve që u temperuam në kohra të ndryshme, brezi njerëzve që po menaxhojmë emocionet e fëmijëve tanë, edhe brezi njerëzve që po sfidojmë duke të ndërtuar një të tashme, duke u bazuar të e shkuara dhe duke i thënë të ardhmes, më prit. Nuk kam frikë nga vdekja, po e dua jetën. Nora, unë nuk kam më asnjë pyetje, sepse ti të gjitha i shterove me kaq elegancë dhe me kaq vërtetësi. Unë dua vetëm një mesazh për dikë që është në udhkryq dhe kam kërkuar nga të gjitha zonjat që janë ulur në atë koltuk, sepse njerëzit janë të ndryshëm. Ti ke kapacitetet e tua që i përpunon traumat forta në këtë mënyrë. Nuk ka njerëz që nuk i kanë këto kapacitete, janë në një udhkryq. Mund të jetë hall, mund të jetë stres, mund të jetë pamundësi, një pamundësi. Çfarë si mund t'i kalojnë? Të gjitha mikeve dhe miqve, se nuk janë vetëm gratë që kalojnë sfida të forta, po janë dhe burrat, dhe ju nuk e dini se kur burrat sfidohen nga shëndeti, janë shumë herë më të lënduar se ne gratë. Do t'ju thoja që jeta është e bukur dhe duhet kuptoni një gjë. Të sfidosh vdekjen do të thotë të kesh forcë për ta jetuar jetën. Duhet kuptoni që nuk jeni vetëm. Sa miliona njerëz vuajnë sot dhe në vuajtjen e tyre ata gjithmonë shohin një dritë shprese, se në fund të ditës ato 4 qërinj që lidhen me shpresën, me paqen, me besimin, por dhe me dashurinë, duhet të jenë simfonia e jetës suaj. Vetëm kështu mund t'ja dalim për të qenë bashkë, për të mbështetur në supin e njëri tjetrit, për t'i dhënë dorën njëri tjetrit dhe për të kuptuar që bota është e bukur se jetojmë i vjeçarin e ri. Faleminderit nga zemra. Faleminderit. Shumë faleminderit. Takohemi në episodet tjera.